Duke hapur fjalimin e tij kryesor në Kongresin e dytë hebre antisionist në Dublin, historiani hebre Ilan Pape pranoi se pas më shumë se 4 dekadash aktivizimi, ai shpesh kishte vënë në pikpyetje nëse një lëvizje specifikisht hebreje antisioniste ishte vërtet e nevojshme. Në fund të fundit, reflektoi ai, lufta për Palestinën nuk duhet të varet kurrë nga identiteti fetar apo etnik. Ajo që na duhet është një zë universal për Palestinën. Kujt intereson nëse je hebre, musliman apo i krishter, nëse je qenie njerëzore me qoftë edhe pak ndjeshmëri dhe moral, si mund të qëndrosh indiferent ndaj vuajtjeve të popullit palestinez, tha Pape gjatë fjalimit të tij. Megjithatë, ai pranoi se zhvillimet e fundit politike e kanë bindur se një zë i veçantë hebre antisionist mbetet i domosdoshëm, jo sepse hebrejt mbajnë një përgjegjësi morale më të madhe se të tjerët, po sepse judaizmi vazhdon të përdoret për të justifikuar politikat e Izraelit dhe për të heshtur kritikat ndaj tyre. Duke referuar emrimit të një lobistit njohur pro-izraelit si këshilltar kryesor i kryeministit të Arshëm britanik, Papa argumentoi se nëse rrjetet të tilla lobimi kanë apo jo ndikimin e jashtëzakonshëm që shpesh u atribohet, është pothuajse çështje dytësore. Ajo që ka rëndësi politikisht, tha ai, është fakti që qeveritë besojnë se ato e kanë këtë ndikim. Sipas tij, ky perceptim vazhdon të formësoj politikat perëndimore, ku akuzat për antisemitizëm përdoren rregullisht si armë për të mbrojtur Izraelin nga përgjegjësia, pavarësisht provave dërmuese që dokumentojnë pushtimin, apartheidin dhe gjenocidin. Kjo është anormale, është e padrejtë, është imorale, tha Pape. Për këtë arsye, ai argumentoi se hebrejt antisionist kanë një përgjegjësi të veçantë për të çmontuar ideen se sionizmi përfaqëson vetë judaizmin. Nëse nuk arrim të sfidojmë ideen se sionizmi përfaqëson shprehjen e vetme autentike të judaizmit, paralajmëroi ai, nuk duhet të habitemi nëse të tjerët përfundojnë duke besuar se kjo është ajo që përfaqëson vetë judaizmi. Megjithse një pjesë e madhe e fjalimit të tij u përqendrua në sfidimin e narrativave politike dominuese, Papa u kthye vazhdimisht të një parim më i thjeshtë. Solidariteti fillon duke dëgjuar palestinezët dhe jo duke folur në emër të tyre. Solidariteti nuk konsiston në të treguar palestinezëve se për çfarë kanë nevojë. Përkundrazi, argumentoi ai, vetë palestinezët duhet të përcaktojnë prioritetet e lëvizjes ndërkombëtare të solidaritetit. Roli ynë është të dëgjojmë, tha Pape, duke shprehur shqetësimin se edhe brenda qarqeve progresiste, zërat autentik palestinez ende marginalizohen nga ato që ai përshkroi si supozimet mbetura koloniale dhe ndonjëherë islamofobike. Skena u përket palestinezëve, jo vetëm për të përshkruar vuajtjet e tyre, por edhe për të artikuluar vizionin e tyre politik, tha Pape. Kjo përgjegjësi, argumentoi ai, shtrihet përtej punës së menjëhershme të solidaritetit. Hebrejt antisionist duhet të vazhdojnë gjithashtu çmontimin e dy narrativave që mbeten thellësisht të rrënjosura në shoqëritë perëndimore. Pretendimin se sionizmi është shprehja natyrore e judaizmit dhe pohimin se antisionizmi është në vetvete antisemitik. Të dyja, tha ai, kërkojnë edukim historik të vazhdueshëm dhe jo slogane politike. Duke kaluar përtej së tashmes, Pape ja kushtoi një pjesë të madhe të fjalimit të tij asaj që e përshkroi si përgjegjësinë historike të pasgjidhur të Europës ndaj Palestinës. Rendi ndërkombëtar i krijuar pas luftës së dytë botërore, argumentoi ai, paraqiti veten si universal përmes institucioneve si Kombet e Bashkuara dhe Deklarata Universale të Drejtave të Njerëzit. Megjithatë, njerëzit që projektuan atë rend ishin pothuajse ekskluzivisht përfaqësues të fuqive koloniale, ndërsa bota e kolonizuar mbeti jashtë këtij diskutimi. Sipas tij, ky përjashtim u bë vendimtar kur Europa u përball me ato që e quante çështja hebraike. Kur të njëjtët udhëheqës u përballen me atë që e quanin çështja hebraike, pothuajse askush nuk propozoi zgjidhjen më të qartë, tha Pape. Pothuajse askush nuk tha, le t'i ftojmë hebrejt e Europës të kthehen përsëri në Europë. Në vend të kësaj, argumentoi ai, qeveritë europiane përqafuan kolonizimin sionist në Palestinë, duke transferuar pasojat e shekujve të antisemitizmit europian te një popull që nuk mbante asnjë përgjegjësi për këto krime. Gjermania, tha ai, zë një vend qendror në këtë histori. Në kundërshtim me narrativën dominuese të pasluftës, Papa argumentoi se Gjermania nuk u denazifikua në ndonjë kuptim politik real. Përkundrazi, tha ai,
Marrëdhënia e vendit me Izraelin u bë një zëvendësim për përballjen me strukturat më të thella që prodhuan nazizmin dhe antisemitizmin. Sipas Papes, dëmshpërblimet e pas luftës jo vetëm që kompenzuan mbijetuarit e Holokaustit, por ndihmuan edhe në ndërtimin e establishmentit ushtarak izraelit. Kjo marrëdhënie historike vazhdon të formosoj politikën bashkohore, tha ai. Duke u rikthyer te temat qendrore e fjalimit të tij, Pape hodhi poshtë idenë se nacionalizmi apo supremacia etnike mund të përbëjnë ndonjëherë një përgjigje kuptim plot ndaj shekujve të antisemitizmit. Përgjigja më e madhe ndaj antisemitizmit sot është dekolonizimi i Palestinës, tha ai. Sipas tij, kjo kërkon çmontimin e sionizmit si projekt politik kolonial, duke mundësuar palestinezëve të jetojnë si njerëz të lirë në tokën e tyre.